Dua të them që është bërë problem shumë i madh se ti flet dhe pastaj e shef që të citojnë mbrapsht, mbushur gjithandej ato burimet e infektuara mediatike në për rrjete sociale, në për faqe, në për Rama 2 pika dhe lloj çudish. Lloj çudish. Që natyrisht njerëzit i lexojnë titujt dhe kujtojnë se janë thënë ashtu me të vërtetë. Megjithatë, kjo është dhe një arsye më shumë pse ky komunikim i drejt për drejt bëhet që të lehtësoj ngarkesën që merret nga devijimi, deformimi, transformimi i gjërave që thuhen. Dhe një nga gjërat që unë thash, dhe edhe përsëris prap, është që është momenti i hakmarrjes më të ëmbël për ne nëse ne do të duam ta realizojmë si shqiptar. Të marrësh hak në mënyrë të ëmbël do të thotë që t'i japësh fund statusit të vendit, të popullit, të qytetarit të dorës dytë në këtë Europë. Dhe të bëhesh një vend, një popull, një qytetar i dorës parë, duke u bërë antar i Bashkimit Evropian. Pra, gjithë çfarë na ka ndodhur në histori, ku jemi përçmuar dhe jemi në përkëmbur sa nga të huajt e sa nga vetja. Unë them më shumë nga vetja se nga të huajt, po kjo është temë tjetër. Ta lëm pas duke marrë hak për fëmijët tanë, të cilëve mund t'u japim, jo mbas 20 vjetësh, as mbas 30 vjetësh, po mund t'u japim me një mandat Bashkimi Evropian. Një mandat. Në 4 vjetë. E kuptoni se çfarë na ka ardhur në dorë dhe e kuptoni sa tragjike do ishte ta humbnim këtë oportunitet, duke ngatruar rrugën edhe duke u mbytur në një lug uji. O, kush më doli, gëzim zilja, koto zilja, e kam pasur një nga lojtarët e preferuar, isha shumë i vogël kur shkoja në stadiumin flamurtar, i ngjit me shtëpinë e gjyshës time, bënte stërvite flamurtari, Kotua ishte aty, po Kotua në fushën e futbollit ishte yll, jashtë fushës futbollit është komplet të keqen e ziles që bie, po Kotua nuk mbush. Kjo mënyrë foshnjërake sulmi opozitën tregon se jeni ende fëmijë pa pjekur, edhe është sikur opozita të nxjerr foto nudo tuaj, po opozita më ka nxjerr mua foto nudo dhe nuk është ashtu. Fare, se ku ma gjen të të nxjerrin foto nudo. Se në fundit është foto jotja, është trupi yt. E çka ka këtu? Ku është problemi? Ndërkohë që dhe ma nxorën atëherë duke menduar që do më bënin keq. Kupton? Ma morën nga sendet personale, ma nxorën dhe pastaj e morën mbrapsh. Foto, më dëgjon bashkë me ty, se dhe ti bëje tifozllëk atëherë kur doli fotoja ime nudo. Unë në qefin tim, punën time në një plazh nudistësh në Francë, në fillim viteve 90, njeri i lirë, që s'kisha as një detyrim ndaj askujt, as kërkoja votën e dikujt, as ja kisha borxh në njërit, ma nxorën dhe atë javën e fundit të zgjedhjeve në bashki dhe atë javë, bum, u rrit besimi, u rrit mbështetja. Kështu që s'është një soi sikur opozita nxjerr foto nudo. Çfarë foto nudo? Këneta, e di ç'është këneta, Koto. Këneta është merr. Edhe ti e brenda në kënet i gjithi, se të kam parë me kuriozitet se të ndjek nga një herë për t'u argasur.
Kam parë, ti merresh me ti ke akoma nostalgji për sheshin e Flamurit me ato katër kokrat në mes të sheshit. Ti e akoma te ajo, e më tregoni mua sheshin e Flamurit. Mua. Sa të mëdhej. Po s'ka problem. S'ka problem se erdhi 11 maj edhe Vlora e di vetë se ç'a bën. Kështu që me Koto Zilen, gëzim Zilja, inshallah se ngatroj, se unë jam fiksuar dhe Koto, apo ndoshta është në gëzim tjetër. Po dhe po tjetë në gëzim tjetër, i kërkojnë ndjes se unë atë njoh, Koton, nuk njoh në i Zile tjetër. Një Zile ka Vlora. Një Zile që bie edhe jashtë fushës futbollit është mos e pyet. Po do kisha dëshirë të takoj, kam dëshirë të takoj njerëz pimi kafe, se kam pas shumë gjanë kur ishe në fushën e futbollit. Isha i vogël, isha shumë i vogël. Ti duhet të kesh vajt sa ke vajt tani? Se u bëra unë 60, kështu disa eti. Ulemi ta pimi kafe njerë, ti shoshisim të gjëra, se unë them që mund merremi vesh bashkë. Ladi ke shkruar dhe me sa di unë e ke marrë më në fund zgjidhjen për problemin tënd me kadastrën. Me sa di unë, e ke marrë zgjidhjen. Kështu që se shkruan edhe një mesazh për tënd që e more, nuk do bëje keq. Se nuk më ke lënë gjë pa thënë, po bëhen gjërat, po duan pak durim. Ju falenderoj shumë të gjithëve. Falenderosh politikant është mos respektosh popullin, thot Erionin Cani. Erion, politikanët janë njësoj si gjithë tjerë. Ka shofer të mirë, ka shofer të këqij, ka rrobaqeps të mirë, ka rrobaqeps të këqij, ka njësoj si gjithë tjerë. Por vetëm ki parasysh një gjë, që pa politikën nuk shkohet asnjë. Zero. Dhe kush thot që s'merr me politikë, i fut një tërrejt me vete sorti që ty s'ta ha mendja, sepse merret politika me ty gjithkohës. Prandaj fokusohu edhe në 11 maj, nëse nuk të pëlqej unë mbyllë syt dhe voto Partinë Socialiste, se duhet ta fusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian përfundimisht. Dhe këtë gjë e bëj vetëm unë me Partinë Socialiste, nuk e bën dot askush tjetër. Se gjithë ta tjerët që shifni nuk i ulet njëri të dëgjojë së fillim. Jo më pastaj t'i respektoj si të barabartë. Okej? Shumë faleminderit gjithëve, insta, rofshi qofshi, edhe ushtofshi.